tek Rumullar, ku të rrethi policë aty para busit barancurit, unë pash Nuri Hajdari, bashkë me shoqen saj Razgjetit, sa të rrinë gjithmonë bashkë, edhe më thretë, ku për shkon tash? Kanë plagosur Sufin. Jo, tha se ka vdek, tha, e kanë e çojnë të shtëpia. Po kush aty? Më lemrun tha në telefon të shtëpisë. Okej, thashun, mora Nurinë, rrotën, unë i me shpejtësi, pak kisha me në kohë. Nga shpejtësia që kisha më put rrypi motorit, e la makinën tek në fund, ke ura e fundit qytetit, poshtë varrezave, e unë jetëm në kam, shkum ke shtëpia. Shkum ke shtëpia i Sufit, vllazë i Sufit është, e familjes, edhe aty në moment, e zbritëshin, edhe ishte një fragment që i pashu i të mërshëm. Një vajzë, se i Sufit ka pas modër, për një vajzë duke di kush ishte ajo, edhe sot, po bërtitke. O, se nuk kena përtasim kuku femnat. Edhe i thot nana i Sufit, myllë gojnë meqë, thot se si ka thonë kur nana kuku është me dep, po lumë nana, se burri des pej plumi, edhe sot lumë nana pa. E shketa. E kutim, e morëm trupin, e futem aty në katin e pas, ishte një kat, ishte në Cadoma, dhe më thonë muë, ti para me i stanë, me qenë të kini pas shok, me sa Mustafa një krokën në kushërinjë tim, dhe jam shumë mirë me ten, veç kushërinjë që kam, do të lani, thot trupin i Sufit, po mërë thashun, mos e pa problem belojmë, kur s'kësha latë dekun, s'ka latë gjallë, po dekun një të jo, edhe e lajmë. E lajmë, e veshim, e kishim marrë plumat nga mrapa, edhe dalë për para të zemra, nga mas të kishte si kullon të makarora, pika të zeta, se nga për para ishte banë grot. I kishin vunë, pa mu ke mos statik për me nërgu gjakun e këta, po prapë artën dhe gjakun. E murë, i po kjo të ashtë, do mënë kjo është qeftja, vrasja, kur pëndu vrasja i Sufalusit. Kush e vrau? Ma vonë i morë vesh se ka vrau Ferit Kernoja. Po pse dhe para njërë kjo ndërrimit të gjupit me pardesyn, ajo e ka vrar një distancë largët, bese? Jo, ajo ka vrar të trageti, e ka vrar në distancë aftë aty të trageti. Po e ka nga të ruar? Nuk di të thëmë ketë, unë nuk di me thonë ketë se kjo është një gjanë shumë të ditshme, por aty e ndrodhi, të mund grupin një amori Azdemi edhe përdesyri një vakë. Tash, a i ka thonë që mua Ferit Kernoja, ka thonë Ferizit që mua i Sufi më ka rashë putë në Tiranë. Pesë një të vërteta, vetëm ata e Zoti e di. Por kjo ka ndodhur, po thëmate që ka ndodhur. Si kush i ka qëlluar me shpull? Ferit Kernoja në gjyq, ka thonë që i Sufaluti më ka qëlluar me shpull në Tiranë. A e ka thënë në gjyq. Po. Dhe mbas kësaj, ju keni qenë dëshmitar dhe në disa ngjarje të tjera në Tropoj, por unë them që ne të trajtojmë si çështje më e rëndësishme nga të gjitha është vrasja e Zemajdarit. Po. Në 12 shtator 1998, ju jeni një nga personat që keni takuar pak përpara se të vritej? Po. Në çfarë rrethana, sa ai ishte në Fier? Po ja u shpjegoj. Unë me Azemin ka pas shumë afrimitet. Unë shok në kohën e partijës punës nuk e kam pas Azemin. Shok mush e ka pas Talilusha. Po kene pas zdo punë nga Kësalla që shumë për klasë, po të leta. Kurse në kohën e demokracisë u afru me kështu. Me Azemin atër isha shumë mirë që Azemi kishte shumë nevojë për mu, për shumë gjana. Edhe po, jo, më falë, me që e kaluat këtë miqësinë e vjetër me Azemin, shpjegojmë një atë ngjarjen në Theshtatës njërë për atë mitingun e PD-s dhe pastaj kalojmë te vrasja e Azemit. Po, një gjë, do me të tregu mitingun e Tropojës. Po, sepse është më herët ajo dhe ka një lloj lidhje. Me që e nisët aty nga miqësia. Po, shumë dakord. Falë, edhe në të shtatën, 2 ditë, eksakt para se më ardhe në Tropoj më bo mitingu,
Qershor 97. Po, në 7 më sa 2 ditë para kësaj, sa të Azem Hajdari, e se më kam pas telefon shpije, për faktin se vlajem ka qenë dikur kone partismon në 85 ka qenë detër mi madje rruga, dhe në Uk Mustafaj, dhe nëna ka pas njerë telefoni fik në shtëpi. Edhe e trashëguam, e kena pas lidh paralel, edhe atër e marrim telefonin. Dhe merr ka Azem Hajdari merr mua në telefon shtëpisë. Dhe thot hajde në Tiranë, edhe shkoj në Tiranën, e bizdum, tha do vim të Tropoj. 97, është problemet janë. Tha do leni mosh, tha me organizim në njerëzve, edhe me ata njerëzit që ju keni, që ju i tafër që mos kena ndonjë problem. Edhe pa tjetër thashun, edhe unë nisa nesër, ata do vishin pat nesër, do nesër me i takoj gërën. Do t'isha nesër, pas nesër. Edhe unë nisa unë, po kisha një punë diper. Edhe shkojnë për shkopi, takoj një mikun tim që kisha për shkopi, edhe dhe nga për shkopia në Kups, pas Tropoj. Për gjithë natën, për faktin se në mjesë ishte mitingo. Vinë Tropoj, vinë mjesë në shtëpi, e shtajna me vjetë gjumë. Me gjumë se do vishin, do dasha me pritë ta, edhe në atë moment, i më shoqe, po mundosh për me lyë, e ishpushime për me lyë korridorin e shtëpisë. Edhe, kishte e mu edhe ne Mustafa e pushin tonë që merresh me lyje, edhe në gjej zhumën, brëshri, opciona, që aty kam që 70 metra nuk është prej bashkisë shtëpia ime. Edhe, u qoha për herë, që është bënë, thash unë, duhet nuk di gjata për nga qyteti, aty në qendër. E marrë lajtë sytë aty kisha dhe uji, e kisha marrë, e majshim aty për me pi uje, e hellë grusht ujë ftyrë, me vrapun në qytet. Për atje, i shok policin ishin rreth policia pa armë, po vetëm duhur ti majshin mrapa, edhe po shif për me ftyrë nga tribuna sipër, se tribuna ishte pak lartë, edhe nivelli ishte më nel, i ku ishte tribuna, e bashkia, i për në qoshet të palatit, të bashkisë në rtes, e shoh Azgonin. Po, ne me Azgan Hakën kena lidhe, se hala Azgonin të gruja vlajtek. Edhe Azgonin e kena mështet Azgonin gjithmonë, se njerin pa vlla, njerëz të vetë nuk e respektojshin, edhe kena mështet, edhe nga misia që kishtë. A i shka, se nuk ishte në njëri që të marrë në atë kohë, që ishte në ideologe në intencion të në këtë. Po thjesht e një monim se e kishim mikë. Edhe e gjënë e dytë, hamë rëzun që ke po dëmidhës. Sa shidhe e prishën të foni në yllë, tha, e shkatoj foni, tha, pronë tha me mbra mu, shkakut mund me ty mërë latër. Me pa pasë mund gjithë kishë vra ty mërë burtas. Mos e mërzit. Jo, me dhe po dëmidhës këtë ko vjen Nuria Hajdari, motra Azemit, Shqipja. E boj muhabet, po të Azmoni të bëra, po të shko t'i poshtë, s'nuk një medal, kishte frikë medal me pa t'i poshtë. Tha, po shko shefis një të dërteja, a ka nërë në thirës, dhe po s'karë, tha Sali Berisha, ata. Po më të shko shkoj, 20 metra, bi poshtë atë, të përdeja, Lida ishte punojse, i tha, bashkë e tjetër, është mërë telefonia thirës dhe në kanarë. Po, tha, për të të në thirës, të ka pas post për të në thirës. Edhe, me rrethët, po, kanë kalu ka një gjysë. Që kanarë, a 2 qërëkore, 12 kilometra për metë, është dushajt me Brandzurën. Këtë kohë, sa për dalën të dera, ku vjen i foristratë. Malën, edhe zbret Azem Hajdari. Ikë foristrata, a nuk e pas kush e shofer, edhe aty ishte, po vite nga poshtë, po vite edhe Mustafa Tahiri, është një demokrat, pa qenë kryetar i një grup seksioni aty, qytete, është një shumë i aktivizu me PD-n. Edhe u taku me Azemina, sot Azemi thot, hajde thot se do të
dhe bëjmë miting. Sa miting më dhe po sali, jo tha s'mon djetë doktorët, pa ku është në Gërinj? Në shati Gërinj, është jam 5-6 kilometra për qyteti, eksakt nuk I di, po 5. Edhe, nuk shko në zemë, si kemi po miting e parë dhe Sali Berisha, në populli për Sali Berishën, nuk për ty. Jo tha doktorë rrezik, mos ka që rrezik, la s'ka punë me kemë. Unë pak për para, kur është post, e takova Yllin. Isha aty bashkë me dëtje, thëmë. Te bo, kushëni, që ata më thoshin kushëni, dhe në kushëni, se po të kaloj, ne kemi lidhje me se gjyshni Fatmir Haklet, edhe baba im, janë kushëni nga nërë. Edhe, po, ata kanë pas pozicioni vetë, unë në tonin. Po, kemë respektu, njëni tjetën pa e prejkë në problemet personale të asnjërit. Njëri tjetën, domethënë. Edhe, po më thëshin kushëri gjithmonë, edhe në kushëri, sa kushëri, sa çfarë do të me Sali Berishën, e njeh, tha, njësë puna, unë e njeh kushëri Sali Berishën, mu më kam thirrë në Tiranë, u kam thonë që do t'i pres, prandaj thash, i kushëri ke po kesë ke prish fonin, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur aty. Ta mu tha, unë thash do pres Sali Berishën, do dalë përpara, do pres të shkoj, do marr ku tjetër. Ta mu tha, unë e kushëri s'kam pushta, unë nuk jam ty vro as me ty, s'kam pushta për ty, as për Sali Berishën, as për kërkota mu vro. Por tha, ti kushëri nuk takota për me për kratha armikën tonë. Unë nuk e di sa është një qarë misi kënë ju me të. Edhe I kuaj, unë dajra në fundime, takova, tash taku marrëdhënien. Azemi filloi me thonë, jo, do bëjmë, nuk bëjmë miting, të thash në pa parë Sali Berisha, Azemi nuk ka miting. Shkum të Azgani, u afrua Azgani në Uria, cila Azgani t'y fol, t'y kalzu se si zhytën, si e vron, si e plo, atë, si e shkatër jullë I fonin, pa të vron, si e shkatër I fonin, për ja shpjegon të Azemit, edhe Azemi tha atërta, do bëjmë miting, tha se Sali Berisha I rrezikohet djeta. Thash, jo, Azem, po vdekli mua bet, nuk bën kjo punë. Edhe Azgani, tha, jo, tha, e ka mirë bram, nuk bën kjo punë. Tha, ne, tha, ky popull vjet del, tha, se gjënë njëzë, nuk ishë njëzë aty. Ky popull del për Sali Berisha, tha. E presin Sali Berisha, do di Sali Berisha. Tha, Azemi, tha, kush ka bëk më shku mi morë Sali Berisha? Unë mërë, tha, shka e marë. Për shka, thash, Sali Berisha, s'ka punë me kam. Ne do bëjmë miting. Jesim të ardë më uvra. Sa mirë, thash ma bje makinën tonë, po tha, e murë në radio, ka pas në radio foli me, unë kujton të si ishte Sali Hajdari. E Sali Hajdari, vlaj Azemit, gjithmor riki me Azemit. Këtë kohë vjen makina, edhe pas ka qenë shofer Sali Lusha, edhe Sali nuk doli fare nga makina, e hapën derë shofim në heca zgonë qash, me hyp me ik, kusha Sali Lushën, këtë në timon, vjen, Sy Lusha, vlaj Sali Lush, ka qenë shumë djali mirë, shumë mirë, demokrati shme, a ishtë demokrat. Vjen sipër, me armë dorë, edhe thot mu, thot, ku po shkon? Ta shpidojnë Sali Berisha për pa, në hajtje ta shumë. Jo thaze, kë Sali Lusha, e Azemi, jo tha shkon, jo tha shumë, do vjen dhe kë. E futë mes, unë Azgani, e futë mes të Setmilja Peret Shemrapa, edhe unë jetëm. Shkum të ke në Gërinj, ishte në fshatin Gërinj, aty është rrugë e drejtë, ishin forcat e një 200-300 vjet ishte me Sali Berishën, 200 vjet po thëm. Forcat së komunizmit me të I vekut policisë, forcat policisë, gjithë në adumë aty. Kishin frikë për marrë në tërpoj. Ata proponin për I skenerin këtë një frikë, që s'kishte ku vrakush me Sali Berishën. Edhe, u taku me Salin, tha folëm na, si janë gjenë në keshë, në gënëjtë, shumë më abete, sa po të si tja bojnë tha, sa është marrë në tërpojti. Gjose ti zjenë barancor, kjo është deki politike jo të një. Ti do vishu se kam lona Azem Hajdari me bënë. Ne e thamë, nuk e thash. Ne nuk e lam Azem Hajdari me bënë ti. Prandaj ti do vish. Sa po atë, unë kam një informacion, tha se ka Anton Haklajt që kur dalin tribuni pari vritet. Ta është dalun tribuni pari, nuk kanë punë minë. Mos ja fut një këtë ashtë. Unë, po ta mushi mene, po dalë tribuni. Unë nuk jam në një, do mënë vepi tërpojit që me ta hapë
mitingun e një presidenti, si ishte president Berisha. Po ishte president detyrë. Por po dalë në mandatin e dytë. Po dalë me lirinjen, thashën, edhe po dalim unë e liria, shifën ju, kur mos më vasi për shmu, hajde ju, thash. Okej, tha. Edhe e la, atë më tha, jo, më tha dhe këtë. Jo tha, me qa inisiative delti, da thashtë, une e di, thash, se nuk kanë punë me mua as me ty, dhe e para është që unë jam kushëri, baba jem të edin, se e di kësa Berisha e punë, është kushëri me Isov Groshin, dhe këta gjithmonë të kushëri. Ata thanë, nuk kanë kushëri, kërkon asë gjatë. Atër thash, një gjithë është, është edhe kjo tjetër, thash, se unë jam nga qyteti, jena afision Mustafa jena shumë, edhe nuk është levërdi e tyne, që të kenë hapin gjakderin, ose të kenë armiq në qytet. Se desë s'kanë bërë armiq. Pra mëjnë, thash, jam i sigur. Po unë jam më i sigur, thash, jam kushëri. Jena i lake dhe e kena arrestu një tjetër. Po që cili në atë korrizën që ka zjel. Okej, tha unë nisëm në, ku shkup të ke në me makinë tonë për para. Thot Khali, thot nisën fort, thot jo, thot, nësë do hira se forës për arrest. Unë e zgonim me makinë me Sali Lushen, shofer, ne do dalim për para. Shkum atjera, ku shkum ke pohim në qytet, sa kalum me varrezat të qytetit, i sa të zgojnë të habederën, që tha, habederën thash që mos ne blokojnë doktorin mas. Në fatë, mos ne blokojnë populli, se do dalim populli, mos ne blokojnë doktorin mrapa, makinet doktorin, se nuk di se qka pe ofën do kush, ka njërës në shumë. Okej, tha, hapen të dy dyrët, ansore, të forestratës, duhet tek ke bashkia. Zbrita unë, iku Sali Lusha me vetur, me azgonim, këta iku në futën mas bashkia, se kishin frikë se mos po kështet pushka, e ta shojnë se kush po pështon, e kush po vrikët. Shumë e nëjënë, edhe, kam shku, kam hap dherën e benzit, nga ka i shofer, e ishte linja mas aty. E kam dhonë dorën liris, ka dorën e kam kap nga krahu, dhe kam kena dorën në tribun. Nuk moj me egzakt se qa kam thonë, por e një që kam thonë, vlezve me motra, kjo është nusë të trapojnë, e avlen me një gju. Ka folë liria, dhe isha ma bon të mu doktor, dhe hapte deri benzit nga krahu i pasagjerit, nga mrapa, kështu, edhe është e pjesë si duket me në desh, edhe ma bon të me doa të vi, jo, e thashon, prit. Të gjithë këshin hy, asë njës ka mund të me dalë. Kush është e qënte? Të gjithë ishin fund bashki, të pritëshin që mos po kështet pushka. Sa veta kishte miting për jashta? Atër njerëzit, atër u derdhen popullit. Atër në momentu, do dhe kur foli liria? Po, kur foli liria, fillun me arë njerëzit. Se këtë në përshpia ishin shefon, ishin edhe fillun me dalë njerëzit. Po mush sheshe. U mush sheshe nga isën ka bërë shpitu. Qëfar tha Liri Berisha, Zoja Berisha? E për zotin, u isha shumë i stresum, e për shifsha Berishën atje doktorin, edhe kjo për fliste, e nuk e moj men, po të më ashtë në stres kam qenë, sa tha,